Një atentat me armëzjarri ishte regjistruar paraditën e kësaj të marte në qytetin e Lushnjës, ndërsa ngjarja ka ndodhur pikërisht pranë spitalit të qytetit. Burime nga policia e Vlorës ka konfirmuar se ngjarja është regjistruar rreth orës 10:40 minuta, ndërsa qelluar ndaj një 45 vjeçari, ku sipas policisë kanë qenë 3 autorë, të cilët janë ende të paidentifikuar, duke i zënë prit dhe kanë qelluar në drejtim të tij me breshëri kallashi. Plumat e kanë kapur 45 vjeçarin vetëm në këmbë, ndërsa ato janë derdhur drejt automjetit ku ai lëvizte, teksa ishte i vetëm në mjet. Autorët kanë qenë në makinë në momentin e qitjes dhe kanë qelluar në lëvizje. Pak minuta më pas atentatit, mjeti i autorëve është gjetur i djegur në fshatin Lifaj. Brenda automjetit djegur është gjetur dhe arma që kanë përdorur për të qelluar në drejtim të 45 vjeçarit me iniciale IS. Burime nga policia e Lushnjës kanë theksuar se mjeti i autorëve ishte me targa greke dhe se është parë qarkulluar në qytet edhe një orë përpara atentatit. Lëvizje kjo që tregon se autorët kanë qenë duke e vëzhguar shinjestrën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve, të cilët janë larguar më pas djegjes së mjetit me të cilën kanë kryer dhe atentatin. Shërbimet e policisë kanë ngritur dhe pika kontrolli në hyrje dhe dalje të qytetit të Vlorës për kapjen dhe identifikimin e tyre.